Qemal Demnusha, 40 vjeç, banues në fshatin Mamës të Kukësit, u arrestua nga policia pas informacione të marrë në rrugë operative. I dënuar më parë nga gjykata e shkallës së parë me 5 vite të muaj burg, Demnushaj kishte mundur të shmangte ekzekutimin e dënimit, por tashmë do të vuaj 3 vite e 6 muaj të mbetura. Ai është shpallur fajtor për dhunë në familje, ngacmim seksual dhe mbajtje pa leje të armëve dhe municionit. Sipas hetimeve, në prill të vitit 2024, bashkëshortja e tij kishte depozituar kallëzim për dhunë në familje, ndërsa dyshohet se ai ka ngacmuar seksualisht 2 vajzat e tij të mitura. Gjatë kontrollit të kryer në banesë, policia gjeti dhe sekuestroi 14 kapsolla denator, 2 fitil, zjarr përcjellës, 1 granatë ofensive dhe 5 krahëra automatiku, të cilat do të shërbejnë si provë në hetim. Autoritetet ligjzbatuese theksojnë rëndësinë e reagimit të shpejtë për të parandaluar rrezikun ndaj familjes dhe komunitetit. Demnusha ndodhet tani në kujdesin e policisë dhe do dërgohet për të vuajtur dënimin e vendosur nga gjykata, ndërsa hetimet për plotësimin e rrethanave të ngjarjes vijojnë.